pjesëmarrjen edhe Shumë faleminderit kushtrim. bashkëbisedim shumë të frytshëm, substancial me zotin Deda dhe zotin Matoshi, ama jo pa e përmbyllur se Deda s'po beson ende që ka qenë substancial, po unë po besoj shumë. Ama e kemi një befasi për zotin Gjinin në pjesën përmbyllëse dhe zotin Matoshi, ky është momenti juaj. Faleminderit. Se kujtojsha që ti po kujton që veç ai lexon. Po, kushtim, unë jam i vetëdijshëm që lexojnë edhe opozita, ish opozita. Sidomos zoti Gjini e ka një bibliotekë, mu i me thonë, jo veç voluminoze nështë mija tituj, po edhe shumë bukuj. Prandaj zoti Gjini librat e mi të fundit. Falim me knatësi të madhe, i pranoj. Edhe jam i Nina Mije ku debatoj me ju. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Njëjtë edhe prej ne. Faleminderit zoti Sadik. Shumë faleminderit. Madje që Gjini i ka lexu për shkrime që i ka lexu absolutisht. Një që më dha e di që shpejt, domethënë kjo a është ribotim? Po. Do kom. E kom kalu në për to. Faleminderit shumë. Edhe Fedin. Po, absolutisht. Faleminderit shumë. Zotin Gjini, falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Faleminderit shumë. Matoshi dhe Deda, faleminderit ju që qëndruat me neve pas